Pas përplasjes së fortë me prahimin në shtëpinë e Big Brother Kosova u hap një tjetër front tensioni, këtë herë mes Fjollës dhe Arditit. Një situatë që nuk shpërtheu me britma, por me fjalë të ftohta, të drejtpërdrejta dhe ndoshta më të dhimbshme se çdo debat i zhurmshëm. Fjolla e tha hapur, pa filtra, Arditin e kam ofru. Ju e keni lënë anash krejt Arditin. I jap dorën me marr krahun, po kur të vi puna. Nuk më intereson fare, as Arditi. Këto fjalë ranë, sepse nuk ishin thjesht shgënjim, ishin shkputje. Ishin momenti kur një aleancë e pashkruar u këput publikisht. Fjolla foli si dikush që ka dhënë mbështetje, që ka qëndruar afër. Por që ndjen se kjo afërsi nuk u kthye kurrë mbrapsht. Në Big Brother, afrimi nuk është vetëm shoqëri, është rrezik. Kur thua ta kam dhënë dorën, do të thotë ke vënë veten në pozitë të ndjeshme. Dhe kur ndjen se tjetri nuk të mbron, nuk të përmend, nuk të qëndron krah kur duhet, shgënjimi shndërrohet në indiferencë. Arditi, nga ana tjetër, u duk i vendosur mes dy zjarreve. I lën anash nga grupi, i përmendur si dikush që nuk u përfshi sa duhet, por njëkohësisht i akuzuar se nuk e ktheu mbështetjen në momentin e duhur. Heshtja e tij në disa raste u lexua si ftohtësi, ndërsa nga të tjerë si strategji për të mos u përfshirë më thellë në konflikt. Por Fjolla nuk foli vetëm për Arditin. Ajo foli për një ndjenjë më të madhe padrejtësie, për mënyrën si disa banorë përjashtohen, përdoren si numra dhe më pas harrohen. Dhe kur ajo tha nuk më intereson fare, nuk ishte mungesë ndjenje, ishte mbrojtje. Ishte vendosje kufiri, përplasja me prahimin ishte shkëndija, por kjo deklaratë ishte zjarri që tregoi çfarë po zihen prej kohësh. Sepse Big Brother nuk prishet nga një debat i vetëm, por nga grumbullimi i gjërave të pathëna, publiku e paqartë, kjo nuk ishte lojë për kamera. Ishte një moment i sinqert, ku Fjolla zgjodhi të mos mbaj më peshën e dikujt tjetër mbi supe. Dhe Arditi, pavarësisht simpatisë që ka, u gjend përballë një re.